Fondi Monetar Ndërkombëtar u bëri thirrje drejtuesve të financave shqiptare që të përqendrohen në uljen e borxhit publik dhe ta shohin këtë punë si një përparësi të ngutshme. Shefi i misionit FMN-s Gerwin Bell tha në Tiranë se ky nivel borxhi është maksimal edhe për vende të zhvilluara. Zyrtarët shqiptar premtuan se do të ulin borxhin pa i ngritur taksat, siç rekomandon FMN-ja. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana. Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkoi sot Shqipërisë që të ulë borxhin publik dhe ta shohë këtë çështje si një përparësi të ngutshme. Shefi i misionit të FMN-s Gerwin Bell deklaroi në Tiranë në mbyllje të vizitës dyjavore se edhe tani financat shqiptare janë përsëri në një situatë ngjashme me atë të vitit kaluar kur buxheti ndodhet nën presion. Në një konferencë të përbashkët shtypi me ministrin e financave Ridvan Bota dhe me guvernatorin e Bankës Qendrore Ardian Fullani, përfaqësuesi i FMN-s, tha se rekomandimi kryesor për këtë vit në vazhdim është shkurtimi i buxhetit të shtetit me 20 milion dhe kjo është një përparësi e ngutshme. Our first recommendation is to now on put the budget planning on the basis of realistic macroeconomic planning. Rekomandimi ynë i parë, tha zoti Bell, është që këtë tutje hartimi i buxhetit të vendoset në parametra realist. Vitet e fundit buxheti është bazuar në parashikime optimiste dhe do të ishte mirë që ai të bëhet me më shumë realizëm që në fillim, në mënyrë që të mos bëhen shkurtime në mes të vitit. Sipas tij, një buxhet realist mund të hartohet ose duke ia lënë këtë punë në dorë një instituti të pavarur jo politik, ose buxheti të bëhet në përputhje me parashikimet që kryen institucionet e pavarura ndërkombëtare. Nëse dalin para shtesë, ato duhen përdorur për reduktimin e borxhit, tha zoti Bell. Nëse ka dhëna negative, atëherë duhen bërë shkurtime. E rëndësishme është që procesi i buxhetimit të vendoset mbi një rregull të saktë dhe një nga rregullat do të ishte objektivi për uljen e borxhit. Sipas tij, Shqipëria i ka të gjitha mundësitë që ta ulë borxhin publik nga afro 60% sa është sot në 50% për një afat 5 vjeçar. Për këtë duhen ulur shpenzimet dhe pagat të mbahen konstante në terma reale. Mbledhja më e mirë e sigurimeve shoqërore, tha zoti Bell, do të ulë deficitin e skemës së pensioneve. The 60% was a maximum. Niveli i 60% i borxhit në raport me GDP-n, tha zoti Bell, është një maksimum për vendet e zhvilluara me pjesëmarrje të gjerë në tregjet ndërkombëtare, po për vendet në zhvillim e sipër si Shqipëria, ky është një nivel shumë i lartë dhe duhet të nisë të ulet. Nuk ka rëndësi nëse do të zbresë në 52 apo në 48%. Synimi është që kjo shifër të ulet, theksoi ai. For emerging countries like Albania, emerging market countries, that is way too high a level. So we need to bring it down. Ndërsa ministri Bode tha se Shqipëria do ta ulë borxhin sipas parashikimeve të bëra në buxhet, pa rishikuar taksat për të rritur ato, siç thot FMN. Unë thash qartë që ne e konsiderojmë tërësisht të mundshme të gjithë rregullimet e nevojshme buxhetore të vinë brenda kuadrit fiskal aktual. Pra të mos kemi rritje të taksave. A është e domosdoshme që një sër taksash, jo taksat kryesore, të rishikohen nga pikpamja e praktikave më të lehta për vinin e tyre, çka do të krijonte mundësi për një administrim më eficient në disa prej taksave që vinin nga agjentë të tjerë tatimor dhe jo nga administrata fiskale. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se rritja ekonomike e Shqipërisë në 2010 ishte 3,5%, ndërsa për këtë vit parashikimi është 2,7%. Fondi Monetar ka vlerësuar rezistencën që i bëri ekonomia shqiptare vitet e fundit ndaj krizës ekonomike botërore. Shqipëria përballoi mirë krizën botërore, thot FMN, dhe në vitin 2010 shënoi rritje ekonomike ndër më të lartat në rajon. Sipas fondit, sistemi financiar është i qëndrueshëm dhe nuk u mbështet nga fondet publike. Inflacioni është kontrolluar në kufit e parashikuar dhe ka nisur të ndjehet një eksportim në rritje. Për Zërin e Amerikës, Iliana Golli, Tiranë.